Ankthi kolektiv se mos Spaku nuk do të arrestoj peshqit të mëdhenj të korrupsionit para zgjedhjeve të 11 majit, pasi ata janë fshehur drejtësisë në listat e kandidatëve për deputet për të bërë ata drejtësia, është refreni i kësaj pranvere. Prapa skena e 3 klaneve mafioze është një thik pas shpine e kohës së gjysmë shpresës nga gjysmë të sigurtët në rrugën Hajdutërisë. Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë mbushur listat e kandidatëve për deputet me persona që më shumë njihen nga dosjet penale sesa nga pasaportat dhe identitetet e shumta. Se ju e dini, kemi nga ata me disa emra që t'i marrim emër për emër nuk do kishte fare interes, por ajo që duam të themi, nëse Spaku nuk i merr dosje për dosje e t'i prangos para 11 majit, e sigurt se imuniteti i ligjvënësve kriminal do të jetë më i fortë se çdo akuzë, prova apo ligj në letër. Mbreti, nëse punët i shkojnë mirë do parlamentin e ri si shpatën e Demokleut mbi Spakun, sot shpata e drejtësisë është e varur mbi kokën e tij dhe qimet e kalit që ka ikur janë aq të holla sa vetëm 11 maj mund ta spostoj mbi kokat e obortarëve që edhe ata jetojnë me frikën e armiqësive. Ilir Meta, një deputet i ardhshëm, është vetuar nga Burgu se do ta zhduk të parin Altin Dumanin. Janë shumë emra kriminalësh që presin të bëhen ligj prodhues. Pra në dosjet kriminale janë aq shumë sa nuk i zë një shkrim normal, por ama fshatarët tanë numërojnë me saktësi milionat e dollarëve të vjedhur dhe din etiketat e secilës hallk të qarkut mbyllur kriminal, nga ato të Edit, Ilirit, Saliut, Tosit, Olsit, Flamurit, Ulsiut, Shkëlzenit, Oltës, Fridës, Linditës, Ëngjellit, Ogertës, Fatmirit, Megonigallit vogël, Aleksandrit Mathu, Sajdit e çdo ustallarit nevojshëm përkohësisht që mafia synon ta lidh tek mullari i parlamentit me litar Kërpi plot kokë që po të kryhet kurrizi u rigati për t'ia kryuar partia. E pastaj diet fati bëhen viktima interesash nëse deri sot drejtësia të kurrej pak nga ndonjë zarf i fryrë pagese apo kod politik pengese, por ndonjë tymçe e lëshonte sa për të thënë se terreni ka ca rrezike nuk mund vidhet pa kapur ndonjë fatzi. Përzierja e frikshme e prodhimeve politike pas 11 majit mundet të shndërroj hajdutët në ligjvënës, ligjvënësit në gjykatës e prokuror dhe prokuroritë e gjykatat në shërbim të hajdutëve. Jo pa qëllim arkitektin e reformës në drejtësi Fatmir Xhafaj Babloku e ka lënë diku në një qoshe liste, afërmon që jashtë parlamentit formula është krejt e thjesht kësaj here. Mafia ka synim që hajdutët e mëdhenj t'i bëj deputet, Spaku t'i tregoj rrugën me forcën e kartonit kinez. Nëse ndonjëri nuk bindet, parlamenti i ri shpata e Demokleut mbi Spakun mund t'i pres kokat e obortarëve një nga një. Ky është synimi i 3 klaneve mafioze që ende janë të fortë e rrezikojnë të jenë pas 11 majit edhe më të rrezikshëm nëse këto ditë Spaku nuk merr guxim të shpërthejë furtunë në listat plot hajdut të kandidatëve për deputet.